Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në kuadër të dosjes Partizani është paraqitur në SPAK për zbatim të masës detyrim paraqitje. Kreu i PD-s jashtë ambientëve të SPAK ka thënë se prej 4 vitesh nuk është kapur asnjë kilogram kokain. Gjithashtu Berisha hodhi akuza ndaj troplimve, duke theksuar se kanë patur në kontroll portin e Durrësit. 4 vite që në portin kryesor të vendit që administrohet nga troplinët nuk kapet asnjë kilogram kokain, ndërkohë që nga ky port nisin drejt Italisë dhe vendeve tjera tonelata. Javën e kaluar, operacionin në Breshja, që kishte në epicendër e Lëndotin, rezultoi se kishin nisur nga Durrësi 1.3 ton kokain. Tani, përsëri do kthehemi tek ikona e drejtësisë të troplinëve dhe Altin Dumani, Altin Troplinit. Ish kryeministri Berisha ka komentuar akuzat dhe kritikat ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke thënë se qëllimi i tij nuk është të paraqesë akuza personale, por të bëjë një shërbim për shqiptarët. Po i bëj një shërbim shqiptarëve. Po u tregoj se çfarë llumi ka në organet e drejtësisë. Çfarë kriminalësh që ka në këto organe, se si përdorin ligjin dhe hetimin për qëllime private dhe personale. Unë besoj se ky është një kontribut shumë i çmuar. Dhe të garantoj që sado që sot, po kjo do ndjehet, janë sot 5 ose 6 rezoluta ndërkombëtare të organizatave më të fuqishme të qendrës djathtë, që damkosin politizimin dhe përdorimin e kësaj drejtësie si armë. Ju do thoni që po prap nuk janë të dakord, nuk janë të gjithë të kësaj mendje, po gradualisht kjo do të zërë vendin e vetë, sepse e vërteta vonon, po e vërteta nuk harron. Dhe ata të cilët do njihen doradorës me këto dokumenta, do kenë të njëjtin mendim që ka Sali Berisha. Mëtej, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se nuk ka asnjë preferencë lidhur me kryetarin e ri të prokurorisë së posaçme, teksa u pyet për mandatin e Altin Dumanit. Ai theksoi se i vetmi urim është që fakti të mos jetë i kapur nga krimi.